Përshëndetje gjithëve, ky është katrori yt, katrori në cilin tentojmë që në mënyrë konstruktive të qasemi do temave që identifikojmë si probleme. Tash për hir të vërtetës, kjo që kemi sot është tema e krejt temave, të kryet temave të këtij viti, është kampionati botror futboll. Po mes që të na kampionati botror në shumicën e mediave analizohet prej qa me thonë, njerëzve që veç në futboll s'marrin vesh, domethënë budallëve të kategorive të ndryshme, starletave edhe kategorive tjera të njerëzve që nuk po i cilësoj ose etiketoj, po veç me futboll lidhje s'kan. Ajo çka po tentojmë sot tu dash me qenë më konstruktiv është me fol për mënyrën qysh është ka organizohet edhe çka kampionati flet për industrinë e futbollit në përgjithësi. Edhe pjesë që asaj industri ose pjesë e kremit të industrisë futbollit për pak nuk ka qenë Kosova si vjet ka luajtur deri në barazh, deri në play-off për kampionat botror, dhe njëri me cilin e diskutoj këtë temë është kolegu im Bajram Shala. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, pse the diskutojmë problemi, inshallah s'është kampionati botror si problem. Ç'kjo është ideja? Thash, problem është se besoj që Problem kush analizon, po jo ngjarja. Hajde që pyetja e parë, çka mendon për formatin e ri të garave dhe pse bashkë që është dështim? Për vendet vogla, për shtetet vogla që është Kosova, do duhej të ishte diçka pozitive. Fatkeqësisht kjo nuk vlen shumë për Evropën, sepse Evropa procesin e kualifikimit e ka dukshëm më të vështirë, më të komplikuar për shkak të cilësisë se sa kontinente të tjera. A është dështim duhemi me pa këtë një muj? Normalisht para gjykimi është që jo dështim, po ulje e cilësisë, pa na dyshim që po, nëse kena me po një kombëtare si Kuraqao, kampionat botnor, për mos me thonë Kap Verde, Jordania, hajde pi marrim pak më seriozisht, po Kuraqao që edhe rrugën dhe atje e kanë bo me feste, me do muzika, me do zebanci. Tu kallëzu që s'jën të shku me, ata nuk jën të shku me tentu me bo diçka, veç thjesht me marrë pjesë, edhe kjo tregon me një, është një farë konfirmimi i aludimeve që kanë qenë më herët, edhe i fuqizimi zonave opozitarë që kanë qenë për zgjerimin e kampionatit botnor. 7 edicioni në zhvillu me 32 kombëtare dhe pana e dyshim është ekspansioni më i madh, periudha kur ka pas ekspansionin më të madh futbolli ndërkombëtar, pikërisht në këtë periudhë, sepse është gjetë një farë formati më ideal i mundshëm. E kuptoj që në këto edicione, në këto 30-40 vjet e fundit, numri i shteteve në botë është rrit, numri anëtarëve në FIFA edhe në UEFA është rrit, po jo domosdoshmërisht është rrit numri i kombëtarëve serioze që e përbojnë kremin e futbollit ndërkombëtar, edhe të cilat jemi kënaqur i pa për një muj futboll gjithmonë, e për ato edhe pse për neve, për punën tëm direkt, për Kosovën, për shtetet vogla, na është dashur me qenë avukuesit më të mëdhaj, edhe me 60 me u bë. Po në aspekt personal të tifozit, të njerit të pasionum për futboll, krejt jetën, nuk menoj që është ideale. Tash kuptohet, kontraargumenti është që Kosova ishte veç një ndeshje larg të kualifikimit në hapin e fundit nuk arriti. Bosna Hercegovina u shku. Kroacia është fuqi botnore në futboll po se po, që i bjen që prej 7 shteteve të Jugosllavisë nja 3 ishin shumë afër. Prej Bashkimit Sovjetik janë dalë nja 15 shtete. Numri i shteteve në Afrikë është rrit, po popullata është shumë fishu. Gati njëjti tregim është edhe me do pjesë tjera të Azisë, edhe po në territore që s'kanë qenë pranuara si shtete më herët, a duhet nemën shansit barabart me ju dhonë edhe aty në mundësin, apo 32-shi mjafton si filter për me lujt ekipet më të mira ose reprezentacionet më të mira në botë. Po ti këtë kontraargument të nisem e dhom pikërisht për asaj ku ne përfundova përgjigjen e parë që është e qartë që është rrit numri i shteteve, është rrit numri anëtarëve të FIFA-s, edhe këto megjithatë nëse flasim për kremin e futbollit, po pasi ti e the vetë në hyrje, besoj që 32-shi ka qenë formati ideal për shumë arsye. Për mënyrën e rrjedhës së kampionatit masnej 16, 18, qerek finalja, për faktin që i ka dhënë mundësi me lujt atyne që për një me kanë qenë elit e futbollit botnor për procesin e vështirë të kualifikimit, po e përmend Bosnën edhe Kosovën, edhe këtë region. Bosna ka lujt në kampionat botnor edhe me 32 në 2014. Evropës, ku është elita e futbollit botnor, pak ju është rrit kvota, për 3 kombëtare.
sepse tash ka 16, i ka pas 12, kur ka organizuar ka pas 13, pak kjo është rrit kvota. Ma shumë i është dhënë mundësi në emën të këtij racionaliteti çështjes financiare kryesisht, ma shumë i është dhënë mundësi vendeve të tjera, e përmend ajo rastisht Kuraçaon. Çfarë merr mendja Kuraçao Gjermani, ç'është ka me përfundu ndeshja e pare e grupit edhe çka flet ajo për cilësinë e kampionatit botëror mas nej. Kur gjë s'ka zënë. Nëse kur gjë s'ka zënë se të kryhet me 7-8-0 me 11-0, e di që ka pas upë edhe Zaire një herë 74 të tash i thojnë Kongo, po, për Jugosllavisë bash, janë 9-0. 9-0. Po okej, po ato janë raste më të rralla. Ti e kin kampionat botëror Kuraçaon se ki Italin. E ki Jordanin, okej, me gjithë respektin. Pra përshë që ka do të lashe që duhet mu analizu kur dën me diskutuar. Numri i ka dhënë mundësi kombëtarëve që realisht as afër kualifikimit kampionat botëror. Ç'është që kjo? Edhe Kosova në referencë për këto. Jo, Kosovën e përmenda si shtet i ri që ka dalë prej një shteti diku shumë të madh. Referencë për shkak të cilësisë, të organizimit, jetës futbollistike. Ja, më s'ka dyshim. Ka luajt kush luajti në Samoa, nuk e di kush luajti në play-off interkontinental. Jo Samoa, luajti dikush tjetër që është hajgare krejt, hajgare, kështu bukvalisht hajgare. Pajtona. Po kallëzëm që kjo qysh formulohet pyetja. A përkthehet në rritje të qëndrueshme? Se unë e marr vesh që një herë e kap një gjenerat e arrin një sukses, i bohën do pare, kur bohën do pare ndërtohen do stadiume, kur bohën do stadiume të jashtë që s'din me mirë mbajt ato, dhe ma ne hinë në cikël të korrupsionit, ose bohën do pare, bohën do stadiume, fillojnë fmit mu interesu për futbol për një me, mas një gjenerate e kryen edhe një gjenerate, dhe dalin të regimet tipit nuk e di, Kameruni, Nigeria, shtete jo fort zhvillume, po me rritje të qëndrueshme, Senegali. Kur po flet për rritje të qëndrueshme, po flet të futbollit globalisht. Jo, po flas nëse një shtet i vogël shkon në kampionat botëror që është nashta merite e formatit, s'është merite e futbollit në atë shtet, nuk është parametër real i zhvillimit futbollistik të një shteti. Po kam rrinë kampionat botëror, kam i marr kërç do pare, kam i pas mundësi me përhap edhe me rrit futbollin edhe krahas sporteve tjera dhe krahas veprimtarive tjera në shoqëni, ai zhdasht ose a premton për rritje të qëndrueshme. Si mundësi, absolutisht që po, është shumë premtuese sepse, okay, fondi nuk është jashtëzakonisht i madh që përfitohet për pjesëmarrje, është rreth 12 milion euro, dokën shumë rreth 12 milion dollar. Kur i përkthen euro në 10 diçka, dokën shumë pare, po nëse janë me investime në futboll, nuk janë pare që e ndrojnë lojën përjetësisht. Janë pare që mund me qenë bazë mirë nëse menaxhohen në mënyrën e dur, kështu që si fond premtues po, mundet me ndru lojën në shtete si Kuraçao, si Jordania, ndoshta si Kepi, Gjelbërt, ose si vendet të tilla, po në përgjithësi, jo, ka praktika ka tregu që ka pas shumë shtete edhe më herët që kanë marrë pjesë në herë në kampionat botëror dhe më kur s'ka një për to. Edhe nuk e di, nuk është shablon që kjo. Jo. Është mundësi, po varet mandej shumë prej disa faktorëve. Faktori i parë është menaxhimi i hyrave që vijnë, investimi i tyre në formën e dur, mandej tash po e shohim, do të më qenë edhe sociolog për me i diskutuar edhe trendet e rritjes së fëmijëve në përbote, interesimit të tyre, zhdukjes së interesimit për futbollin si sport në përgjithësi, koncentrimit në video lojra, në TikTok, janë shumë faktorë, po nuk më duket që është hap serioz në çështjen që ti po e çështje tjetër në aspektin çysh më thon të industrisë së futbollit. Tash përpara e ki pas kampionatin botëror se nuk e di në 90-ën mas thjeshtë me thon se pe di çfarë do të thonë është me marr rolin Komitetit Olimpik. Pe cilësisë me kalon masovizim. Edhe kjo se dia ka me umri. Pas bota ajo se s'është interesuar me FIFA për atë punë hiç. Jo, FIFA s'është interesuar për atë punë, po unë punoj në federatë futbollit. Nuk më i bash po ti s'mundesh. Qarta zi me i thon disa gjëra. Normal, për çfarë po shumë parë në lojë. S'ka dyshim. Tregu medial u rrit tepër shumë tash edhe na këtu, po duhet me pagu ekstra për mujt ai pa kampionatin botëror. Elema të tjerë jashtë, sa të hyra gjenerohen biletave televizive, për sponsorëve, për gjithçka tjetër. Menoj që kjo më shumë se cilësi thjesht bën përfitime më të mëdha ekonomike. Për krejt palët e përfshira. Tu janë nis prej zyrtarëve të federatës, lojtarëve, shtetit, FIFA-s, komplet komuniteti i futbollit përfiton më shumë parë. E tash kur bi përmend lojtarët, kampionati botëror përpara është po
si një farë mundësie për me dal do yje Që të pak tash vjen prapë. qa me thonë prej anonimitetit i ka. Do me thonë, në Babangida. vetën, me pas dasht Alvaro Recoba me asistu për këtë Valderamën, atin që aty njerëzit e kam po që okej, qenë ka dikush. Recoba jo, veç në një S'përi, kush do që, jo, ka doli, Recoba jo, është s'është Uruguajt. Recoba, Miki, Asprilla po menon të nështë. Jo, po më duket ka lujtë edhe ajnë Inter. Kolumbisa? Ai Kolumbis, Miki emni. Ti kohës Valderamës nuk e di, ma vonë po ka pas. Po të ma vonë, po mëne, pe kohës 90-ës Kolumbis. ka dalë edhe ma vonë ka shku atje. Më kthejet emni ndërku. Më kthejet emni ndërku. Më kthejet ndërku, i sigurt jam. Okej. Nëse s'kthejet, mirë është që më përmirësove. Qa po du me thonë është që dalin, që gjëse jemi të Kolumbia, për shambull, pa të mendu na që në fillim të qëti shekulli, kanë mri scout reportat, kanë mri televizioni gjithka, edhe s'mundet me dalë dikush pejt zeros, edhe del qa po di, James Rodriguez, masi po doj me folë për Kolumbi. Po flasë për, a ka që tash mundësi me dalë dikush që se ki po Që tash ka ma shumë mundësi, po. A po, a? Po normal që ka ma shumë mundësi se ka me lyt Jordania, ka me lyt Kepi Gjelbert, ka me lyt Po Kuraqao. të kretë statistikat e ligës Jordanis i kinë gjep, pse ka nevojnë kampionat botnor dikush me dalë ty prej, Po ekipe statistikat e ligës Jordanis, po nëse jenë në këtë ndeshjet i ki live, Po, kretë, veç pak, sa po nëse pasive i jenë në bën. klub elitar në Evropë, nëse jenë ligë trumanisti, nështë akëshyrë në elitar të Jordanis, po nëse jenë në klub elitar në ligë të Evropës, e këshyrë kulujnë elitar të Jordanis, thu, i kena 3 shkallë ndërmjet, le të vjenë që tu mas ne merna me to. Në një mujnë kampionat botnor është diçka ma ndryshe. Ta është normal që mundësit teknologjike me përcjellë se cilin lojtar në botë, jënë të pa fundme, të pa limit. Po problemi është që do të pak edhe kohë, se veç teknologjia nuk mjafton. E për me u koncentru dikush një scout i Borussia Mönchengladbach me këshyrin lojtar të Jordanis, ai do të me bo te për shumë. E në klub e ka zërë me bo te për shumë, në kampionat botnor është pak ma letë. Kështu që në qëtë aspekt, me 48 kombëtare, sidomos me rritin e numrit të kombëtareve të kontinenteve të tjera, kjo mundësi është ma e madhe kthehet nështë ku ka qenë 94-ën e ma herët. Se 98-ën e ma vonë, jo. Pe 98-ën se tutje mas nuk ke pas nevojti për kampionat botnor me u të regu, okej, ka qenë Senegali 2002-shës dhe i dikun me Elhaxhi Dioufin e me këta, po prapë po flasim për lojtarë që kanë qenë pjesë e elitës së futbollit të Francës edhe mas neve që kanë bo kalimin në klube më të mëdhaja. Po s'po flasim për lojtarë që kanë orë direkt për Afrikës ose për Amerikës veriore. E vërtet. E për mene James Rodriguezin ti, po në për shambull konkret se James Rodriguez ka lytë në Porto para kampionatit botnor. Ta është tipi Portos në Real Madrid. Nuk është në kalimin shumë, po, kalzosh një mujnë botnor, kalon regullësht, po nuk është taj James Rodriguez të kërkush në 2 jasë, ka ditë kush është taj, dhejnë në botnor të 4 mëjtës. Në qëtë aspekt, ti mundët me dalë edhe për Kuraqaos, me që ato qësh po valë, zojnë ata e qësh po këcene, delna i dribler që aty që e merë dikush në Evropë. Po, mundësi teknologjike, hënë të pa fund, po, interesimi është kërëzama për lojtarë të kontareve tila, për shta mundët me pas në e rasë që dikush ma anit në botnor. Mane është edhe një aspekt tjetër, këto di prej basketbolit, kur të nëtojnë me, po mendoj ka qenë edhe në futbol një ko, Dundee United ka qenë klubi me mas shumë tifoz në dënje, për shkak se një kinez lujke në Dundee United, ose... Dhe më thonë... Së një thu tifoz aty në ponejse, okej, kjo është sikuraj miljarderi Tajlandës, a i ka e të keqe pat... Ta, Shinavatra? Jo, Shinavatra jo. U pat regjistru një miljarderi Tajlandës si lojtari Leicester City. Shinavatra ka qenë pronari Manchester City më herët. E mas nej futbolisti ma i pasur në botë, njeri kur njet, as një sekund në ekip parë që ka lujt. Ka pas marak me lujt futbol. Jo, që a kështë të thonë është në basketbol, deportimin në Kinë e kam po shumë ma strategjik, edhe NBA edhe FIBA. Edhe nëse llogarit veç numrin e fanellave të Yao Mingit që janë shit, ata menojnë që në NBA ja ka vlet me majt. Ato edhe tjerë si ai po nuk dalin nuk del material për NBA. Fare eksperti basketbollit sjom. Jo, çfarë më ka du me thonë është po në çat kohë kur kena punu bashkë në Stenesh, kom qyr koja shumë NBA edhe ndi kompete Yao Mingu. Koqa lojtaru? Jo, alamet lojtari ka qenë. Ka qenë alamet lojtari, s'ka... Edhe basketbolli edhe futbolli këto janë sportet konkurencës. S'ka dyshim hiç, problemi është që e kanë kapitalizuar një lojtar, jo një gjenerat kinezve, jo një... Kur e ka nivelin, kur e ka cilësin, këto në rregull me kapitalizu. S'ka dyshim.
Jo ma, la me të Po lojtori. me forcu me gjithë çka tjetër, po pa cilësi në sport, pa konkurrencë në sport, që të problem. Fredi Rincon pas ka qenë ai, po... Fredi Rincon, po tu që ka lytë 90 na? Fredi Rincon ka qenë edhe, po pas ka luajtur në Napoli, jo në Inter, që aty është e lashja e me pse... Para për Inter, pse më Milan. bune fort dyshim të dyta, komenu që o ma e ri. Se kom ditë që ka lytë 90 Që ato jam tu e thonë, për del dikush. Po, po. Nëse jemi ka flasim për që deportimin në çto tregjet e reja, ka po menën që është ka zgjerohet, a është interesant me folë për çështje tregimet shteteve 1,5 milion çfarë janë anat të cilë janë afër me bëu diçka të madhe, apo realisht ka çështje shtete 50-60 milion që ku bëhet një reprezentacion i mirë, edhe pse s'kan traditë, edhe pse s'kan ligë, edhe pse s'kan infrastrukturë. Koha ka tregu që nuk ekzistojnë këto tregime, që shteti mundet me u lidh një gjenerat e mirë. Mundet me shku dengjës në finalet kampionatit botnor, po është një gjenerat, vazhdimësi nuk ka. Na jena përjashtim, jo pse po kena qef me abo qefin vetës, po na kom pjesën e sistemit të zhvillimit futbollit për shumë vjetë. Prishtina ka luajtur në ato që konë është ta liga e 5 e 6 në Evropë, 6 vjetë. 6 nuk ka luajtur, deri në 89-ën, 83, 5-6 vjetë, nejse, okej. Po ti ke prodhu lojtar, edhe në që ato kushtet ma të fështira, në dheta ti ke prodhu lojtar që kanë luajtur në ligat të respektuar në Evropë. Po, mërë? Edhe na nuk kena ajtë tregim, na jena vazhdimësi e një sistemi. Shtetet, Kina ka marrë pjesë kampionat botnor. Pas qaq, një gjenerat e lidh, është shtirë në futbol, me hynat vale edhe me qëndru për kohë të gjatë nëse nuk e ki një farë tradite dhe nëse nuk e ki një farë baze të zhvillimit të sportit. E ka provu dhe Amerika, okej, aty këtu qëtë lojtarë të nivellit naltë botnor, merë pjesë në stop në kampionatet botnore, po me mrinë në nivel shumë të naltë, duke qerek finalin e kanë maksimum. Qerek finalin e 2002-shës, kur kanë pas super gjenerat me London Donovan e me të tjerë. Mëndzi ka pas mujtë Gjermania që luajtin finalin 1-0. Po është zërë me hinë në top, në elit, le të themi në 20-shë, për ka cilësia, jo 20 në ranglistë të FIFA-s, se 20 në ranglistë të FIFA-s të hinë bjenë vazhësisht për kontinentit ranglista nuk është... Nuk e besoj. E vetëmja ranglistë meritore në kretë industrinë e sportit është e tenisit, që do tjera atë jënë këtë gjatë dalojnë, po flasë dhe për FIBA dhe për... Nuk është, praktika ka kalëzu që është shumë fështirë me qenë pjesë e ati nivelli. Evropa bën përjashtim se ka dukshëm ma shumë cilësi, ka dukshëm ma shumë organizim në gjithë shka. Apo të ndronë edhe në Evropë që këtë pejsaj, nëse Italia s'merë pjesë, nëse kërkush mo nuk e përmenë Gjermanin për favoritë, nëse është bërë normale Gjermania me ra heret, ose me ra në qerek finale, mos me shku ma largë, nëse nuk e di, edhe kur tentojnë me gjithë befasit, nuk i lyp në Evropë. Nuk e di, a o befasi, po edhe nuk o që unë i meqë me pethëm, këto e kanë thonë, deri stash kretë njerës që marrin vesh pak ma shumë futbol, për shambull Norvegjia pritet me konë një për kombëtarëve që shkon kogjanalë si vjetë, që ka ekip kogjatë mirë, apo ndronë si pejsar që ke në Evropë, nuk di qa me të thonë, nuk jem shumë i sigur që për ndronë. Italia ka krizë, është shumë e qartë. Nuk e di ku i lexova një statistikë, mos të bëhet rënë, ndoket 11-13 për lojtarëve që janë në listë nuk ishin gjerman të pastër. Është problemi i identitetit që po reflektohet, se mas një reflektohet në disiplinë. Pavarësisht ata janë fëmijë të lindur në të rritur në Gjermani, të edukun në sistem të futbollit të Gjermanisë, problemi i disiplinës se këto mas një po reflektojnë në ekipe kombëtare. Nuk jam shumë i sigurt që po ndron si peisazh. Ja e ka pas mundësinë që tash Afrika, po flasim në aspekt global, tash është në Evropë. Ja ka pas mundësinë që tash çdo 15 vjet e fundit, po hajde edhe në 15 vjet të ardhshme Afrika me u mush men edhe me u kthjell, edhe me te i kalu evropian t'ja s'ka me pas kur. Futbolli afrikan nuk ka as problemin fizik, as teknik. Futbolli afrikan i ka dy problemet që janë lehtë të zgjidhshme. Fizikisht ti mundesh u përgatit, po s'mundesh u bëm për te mundësive që i ki. Teknikisht mundesh me punu, po për te dhunti se ta ka dhënë Zoti s'mundesh me kalu. Taktikisht mundesh me eduku. Sakt. Edhe në disiplinë mundesh me eduku. E ata ja kanë mujtë me e bu këtë punë në qëto 15 vjetë e kalune edhe nështë ta mujtë me e bu në 15 vjetë e ërshme, edhe pse s'po do këtë e s'kanë mujtë me e bu kur. Se kulmi zhvillimit të aftësive të njerit, po besoj që s'po ku, për te që aty sa kam ri shkenca me po, është në nivel kulmor zhvillimi i aftësive të njerit, edhe ata s'po do këtë që as po bon
dukshëm më të mirë taktikisht, e as se po bëhen më të disiplinum, që janë dy elementet që aty nuk kanë kushtuar gjithmonë me eliminime më të hershme, se teknikisht gjithmonë janë kon të mirë, fizikisht janë bisha, kanë dallim për krejt kontinenteve. Por ato po them është pak problem, latente kanë të njëjtin problem, po nxehet gjaku. Kot nuk mund me u disiplinu, nuk mund me qëndru besnik të një ideje, të një filozofie të lojës që qëndrojnë evropianët edhe që kjo është forca evropianëve. Puna sistematike pe i grupë moshave, qëndrimi besnik në planin në cilin në morvesh me rritë para lojës. Parime o vlo, mera është për principe, u kry puna, loja ka principe. Kry puna. Edhe përse ata është pak problem me ndryshu si pejzazh, pavarësisht sa u zvoglu hapësira e dallimit. Hapësira e dallimit u zvoglu të gjithë dogët që je afër dhe benzon. Po në fund gjithë diçka e bën dallimin. Gjithë ekipi më i mirë të rralla janë rastet kur ekipi më i dobët e ka fitu lojën. Gjithë konë si afër, si na me Turqinë. Ti afrohesh maksimum pa 5 është një Leverkuseni 2002 me Real Madridin. A din dokët, për pak që aty ke mujtë e mi mujtë. Po të veç po qaj vëleja Zidanit. Zidani është. Ti se ki kërkon që mundet me bu. Jënë plot raste, plot tregime që afrohesh, po s'munësh me te i kalu. Që një statistik interesant. Qitore ke bua dhe në klikë, dhe në të naon, që një... Ndeshjen e... kontekst. Ndeshjen e... por... Hugo Bruce e thënë rekordin, bua treneri maj vjetër që u dheq ekipën kampionat botnor, edhe me njëherë në ndeshjen e por të Çekis, Miroslav Kubek ja thënë rekordin, se është pak maj vjetër se ajtë, që ta dytë janë ka 74-5 vjeç, edhe më nej kur debutojnë qëta shokët e tu të Kurasaos, dik advokat me 78 vjetë e dhenë rekordin e krejt rekordeve të rekordeve 78 vjetë u dheq ekipën kampionat botnor. Aja ka një tregim, ko që interesant që shumë rini kualifikimin me ta e me largime. Po maja tri, shtylla e vari e... Në aspekt personal. Po, kështu, po, pa probleme me shëndet vajzave. Me shëndete, vajza e u largu e u... Dika advokat. Qaj të më thonë të mu, është ka zhvillohet teknologjia, skautat, satelitat, sport radari, hit, mepa, 3D-ja, njëri 78 vjetë shka me udheq ekipën. Po kjo mundet me udheq veç kura shahna, po kuptoni, kush e kish bos selektorin që të mosh në Evropë. Për shto po flasë për dalimin. Oke, edhe Kubek 74 vjetë nuk u bash në ullet rinis, po edhe Çekia... Ngana që është, ishte selektori Portugalisë. Skolari, po... Keroja është. Se Danimarka realisht të kogja ma ekip sa që ke generat e Çekis. E mujtën Danimarkën... Kur të këshur Danimarka, gjithë është ekip. Po dhe, po Çekia e eliminoj, direkt në finale, gjithë është ekip. Të play-offit, nuk është këntare kogja e fort është, po në kupin më të fortave në Evropë aktualisht, du me thonë që në nivel serios, edhe prap është përjashtim e këtë selektor 74 vjeç. Në nivel serios, dika advokat ka pas super karriere, kretë është në regull, po... Kush merë në Evropë njerin 80 vjeç me udheq ekip kombëtar. Trapatoni mdo këtë i ka pas 7-2-3 kur u kon në Irland. Po, edhe sakt. Edhe për çdo mohon men si rastet izoluar. Po problema ajo punë. Ç'kjo ta kallzon dallimin në qasje. Jo vetëm në cilësi të futbollistëve, po edhe në qasje dhe në seriozitet. Jo, është me ta dëshmu, njerëzit të cilët e kanë një... Ata janë shku me bë qef atje. Po ata e kanë një minimum të... Edhe me thonë pjesëmarrja me rëndësi për ta është shumë. Po, jo, ata e kanë një minimum... Ata ma shumë shku mu knoqë. Të tokimit taktik edhe që ato tentojnë me imponu, eventualisht dikush që për një me insistojnë në disiplin, mundet një gjenerat me eduku dhe me udheq për ndryshe që aty përfundan. Hajtojnë. Granit Xhaka pelun kampionatin e 4. Botnor, diçka që ma heret ka qenë alamet arritje. Kur e ka lujt Mateusin 98 në kampionatin e 5 botnor, kemi thonë, okej, shkon mu, që ku është një legjend, që shtu marohen legjendat, u kry muhabeti, tash është ka bëhet e zakonshme, njerëzit kam prit që lunë, edhe Messi, edhe Ronaldo nëjse, edhe Ochoa po i bën 6 kampionate. Ronaldo e ke një që ka thonë, që jo mirë luj edhe në 30-ën, se më Portugali. Jo, ajë të më thonë, të pagun e hika, e veç atë në vetë. Që i bjen që a është dëshmije seriozisht përparimit nivelit treningit, nutricionit, apo është dëshmije lakmis madhe, se shta njerëz janë të bo pare, Haleame ka 40 vjetë, dhe nuk ka veç Ronaldo, LeBron James është i njëjti tregim, ose që apo dy në ekipos Tom Brady deri vonë, Lewis Hamiltoni është me 40 vjetë të bo alamet pare,
Ka ndru dynjaja, a ka ndru këta, a ka ndru diçka që unë s'pe di? Pak më herët e thash to që po besoj që zhvillimi i njeriut si qenie është në kulm, nështë ta garantë që shtu thonë në 88 kur ka luajtur Mateusi, edhe tani ka dalë. Në 88 i kam posë punë pa mirë se në gjatë të gjoshën garant. E u shty karriera, u bo, po më jetë gjatësia e sportistit e forca e krejt. Menoj që është një kombinim. Qyre veç moje qëto, ka njerë menoj që arsyja pse Mateusit edhe si personalitet, po dhe qasoj gjeneratën, nëse dikush e ka shty deri në 35 karrierën, i jepet merit shumë për shkak të lifestyle-it. Po. Njerëzit të më thonë, aty Maradona është simboli i abuzimit, po këta tjerë së është që ja kanë lënë mongu, do më thonë të ki rastet futbolistave Franco Foda po, ka luajtur me Mateusin. Okay. E ka pas kapiten. Ky u konja 5-6 herë mdokët me kontare, 2 herë ka luajtur për kontarët Gjermanisë, edhe shpesh flasim me të. Kallzon që se kom bash një Edmond Azem, Mateusi. Jo, sakt, për që ato fondi që kam rrimë është tyja gjatë se këta krejt. Mateusi se kom bash Edmond Azem. Këtë kanë qenë maratën krejt senet e mira. Për me u këtyn pojent, për që ato tash që jetë gjatësia tash është dukshëm ma e madhe e karrierës edhe në mesatare, këta që i përmene janë një mix edhe një kombinimi krejt arsyeve që e the, nutricionit, kujdesit personal, ushtrimeve më të mira, generale, por edhe individuale, po pak për te i kësajnë edhe, si të mos Mesijet e Ronaldo, o që a është ma përjashtim, se nuk është global, po Mesijet e Ronaldo është interesi krejt botës, edhe i FIFA-s me i pas haljate. Edhe Instagramit, edhe i Zuckerbergit, edhe i aty në kinezve, dvëgjën pak edhe produkt i pareve, se nivelli të në, tash na mujna me folë që ka dojna, por nuk është as parafërsisht, në nivelin e disa prej yjeve të futbollit evropian aktualisht, edhe është normale, sidomos për Ronaldon, se Ronaldo është një vjetë e gjysmë i vjetër. Kështu që, unë nuk e di që është të luajtë LeBroni, por nuk po besoj që është ofër lojtarëve për një më të mirë në NBA aktualisht. Kështu problemi që tash industria po të mund gjallë me zor. Ndryshu për me mujt 40 vjeçarët me bë kosha. Industria po të mund gjallë me zor për me mujt me përfitu halapi teje të pisoj. Se është benefitit dyanshëm futbolli merr tepër shumë për të dyve, po këta dy po marrin haloma shumë për futbollit. Atë kështu shifrat çmendura edhe të pagave në për klube, po edhe të imazhit mas nejë për pjesëmarrje. Në aspekt sportiv, tash çto problemi pse unë kam problem edhe me kampionatin botëror me 4-8 kombëtare, edhe me trendin e zhvillimit të futbollit, edhe kalimit prej sportit në industri, se gjithçka është industrializu, edhe ka met pak sport. Në aspekt sportiv, Argentina në shtapet kish mujt mi bu vend Mesis. Unë besoj që Ronaldo, s'pethon mënë, nuk jemi maj mesmi në botën e medalë me këtë farë teorie, po o pengesë shumë e madhe për një gjenerat tjarë zakonshme të Portugalisë. Portugalia është ekstrem ekip i mirë aktualisht. Edhe pa Ronaldon, gjatë të të ne me fitu kampionatin botëror ishin konë dukshëm atë moja. O letë folbe kur do një ndikon në zhveshtore, ja i motivon. O letë i motivon zhveshtore sa donë. O letë e mon ekipin e bashkun sa donë. Letë është shambull në letër sa donë në fush, po ka shumë problem me majtë nivelin e të tjerve. Në basketbol i thojnë seleksionimi shutit. Spaku 3 për starterave të Parisit që e fitoj kampionat Champions League është janë startera në Portugali. Kapiteni Manchester Unitedit njeri me rekord të asisteve në Premier League këtë sezon është në Portugali. Të tjerët janë super lojtar, Ruben Dias, Manchester City janë super lojtar. Edhe në fund të Ronaldo që për hir të së vërtetës nuk është që ka shumë qendërsulmues të mirë, ai Gonçalo Ramos i Parisit është e sërt, asë në Paris nuk polun shumë, nuk është që ka shumë qendërsulmues të mirë që ky Pelé në rezervë. Ama egoja atina po kushton shumë. Ama a është mas nej egoja atina po kushton shumë. E fundit që kjo edhe prej ç'më thon, për vojës që e ki kriju e cilën pej kosovarëve se ka kërkush, po edhe prej ç'a më thon, kontakteve, edhe rezonit sportiv të Kemrama. A bon do të si kompromise në emën të dy faktorëve. E para tu kalshu numrit, sa është me 26, apo si janë më 23. Kështu që i ki 3 vend, 3 mundesh mi marr 3 kushtimisht me thon turista. Edhe e dyta e poshtë, diku në Ancelotti e kishte dhënë një çështje shpjegimi. Ka thonë nëse se kisha marrë në i marrin, në çdo pres konferencë më kishin vetë pse se morre. Kështu që pe marr e alun ajo është problemi jemi. A duhesh ka një herë me bujt si trika? Kur e merr resti unë kanë me vetë se s'po lun e kia aty.
apet është qetësim, apet është diskutim, apet është zhurmë mediale. Ama ma mirë me vetë se pse se morre, që ku është njëri? Unë mendoj që ma mirë me vetë pse se morre, se Mshela, s'po flas për Neymarin këtë rast. Okay. Mshela diskutim një herë, edhe u kry, e se sa me të vetë çdo lojë, pse po lum, pse s'po lum. Okay. Se Neymari lujti, s'lujti ka me kontim, pse lujti, pse s'lujti. Okay. Njëjtë është pothuajse edhe me Ronaldo, ti po thut turista në 26 që turista janë ata një tren Kuraqao që vinë në Jordani ndoshta. Da. Po në Portugali, kur e sjell ti rosterin, me 150 lojtar, krejt në nivel të lartë, nuk ka turista në 26. Po po të kuptoj, po ta kuptoj po ende, po e flas. Edhe se di është pak problem. Vetë do të më marrë një moment kur ti vetë e mshel, edhe nuk bëhesh në farë, s'po them hor tash, po nuk e lëm vetën me rënë çat drejtë që mu me marrë rënë me fol për ty. Si Cristiano Ronaldo që edhe në thubrën bol lujta, bol provova, e fitova në Euro, s'po bën mo, edhe pak është e tepërt, është jashtë çdo normalje. Roli i Messi në Argjentinë pak më ndryshe për shkak që ndoshta mbrana e goja e tij është 10 herë më e keqe se sa e Ronaldos, po s'paku jashtë Messi e ka menaxhuar gjithë më mirë, gjithë dok më djalë mirë, më pak egoist. Qysh u mbrana nuk e dinë ana, se janë aty. Qartë. Ndoshta gjithçka u sill rreth tim mbrana. Ronaldo problemin e ka në fush, gjestet në çmimet ndaj bashkëlojtarëve. E ka dhënë gol nanja se dikush ai që çeke dorën për offside. Pse dha gol vet. Gati është pak e kalon çdo. Mentaliteti është tjetër. Argjentina si vjen çasi tipi liderit që e përmend Ancelottin në letër Brazili është ekipi më i mirë në botë. Po unë besoj që në kampionat botëror Ancelotti është trajneri më i mirë i turnirave në botë. Po, okay, me çto gati dhon pa i dhon. Edhe kur po flasim Brazilis është më i mirë në botë, do të thonë që Brazili nuk është i mirë. Pra ka shumë cilësi edhe unë e favorizoj shumë Brazilin në aspekt personal edhe për simpatinë ndaj Ancelottit, po edhe për faktin që mendoj që është në gjendje me kriju ekip edhe krejt e funit prap në bazë përvojës tonë diku e dëgjova ne kanë vështrim që thanë momentin që Ancelotti e ka vazhdu kontratën, kjo i bjen që po beson që s'ka gjas me fitu. Edhe për çto e ka vazhdu kontratën për shkak se për ndryshe e kish njek me fitu edhe manej me 2-3 fishu çmimin. A po doket taktik ki negociu me këgja do trenera, ki negociu me këgja do njerëz ekipo do profile që janë rrit pej lloçit Kosovës ndaj do ligat e Evropës, apo doket taktik negociuese që e kish bë dikush? Dikush që kish dalë prej këtu ose dikush me cilët na diskutojnë ndoshta po. Ama jo Ancelotti. Po dikush që kon trener në Real Madrid 2 herë ka fitu 5 ligat kampionëve. S'ka nevojë për 1 milion, 2 milion euro më shumë. Ka nevojë me dhëzi cigare edhe Unë besoj fuqishëm që ai mundet me fitu kampionatin botëror edhe me mshel karrierën. Arsyeja pse e ka vazhdu, po ashtu në vetë sa në më u lodh edhe u plak. S'ka shumë vjet, po lodh edhe u plak. E pash një video ecke si me qenë... Atia ka kojtë senet e mira si me qenë i vjetër si dik advokati. është dukshëm a i ri se aj. Unë menoj që Ancelotti me qëtë ekip aktual të Brazilit që ka mundësi serioze me fitu kampionatin botëror, po normalisht nuk e ka as ekipën e tretë më të mirë në botë aktualisht, po flasim për kombëtare. Që ka Franca në ekip, është e paramenueshme, është jashtë çdo niveli. Le të thojnë krejt dyja ajo Spanja e mirë, shumë e mirë Spanja. Shumë futboll atraktiv bën, super lojtar ka. Po tjetër dynja Franca. Kjo është pse është Franca në një ligë. Tani në liga e favoritëve normal zakonisht Liga Parë B, lindje. Liga Parë B, po Spanja, Portugalia, do tani këndush mundesh me shti aty, po këto dyja janë për mendimin tim me gjasat barabarta në Francën, tani vijnë favorit të tjerë. Kombëtare të tjera ku janë Argentina, Brazilia, Anglia e këto. Taktikisht tentova me të kursy prej prognozës, po nëse, po mene, s'ka naj dyshim, s'do shme qenë Einstein për me di që Franca është katalon për tjerave, atë një muj po këshyrin futbolle, ma ne flasim prapë. Faleminderit që ishte. Jo, e kanë rrit numrin, pak ma shumë se një muj. Po mirë, një muj e sa, një muj e një javë. Dej me 19, 5 vikenda, deri me 19, korrekt. Që i bjenë që, kohë mi këshyrë 104 ndeshje s'ka kërkush, po kena mi këshyrë gëgja do. Do mos me terminet në 4. Prishët bioritmi, po mas një muaj e flasim prapë. Faleminderit shumë. Për me mshel, një ish gazetar, s'di, hala aktive, nuk është ish gazetar. E pa të na po flas, tu tentu me kallëzu sa i pasionun është për futboll, kallëzoj ke qysh kampionatin e parë botëror, që e mon men
është i Amerikës 94-ën, Okej. dhe i ke moj men, nuk misha të një të nesrit me shku në shkollë, a kish haru që në verës, pushim pjetor u konë. Nuk u konë shkollë ta, im konë fëmi, risha mi kësy lojt dhe i vonë, s'misha me shku në shkollë të nesrit. Pse me përrem? Pse bre birë, pse ki nevoj me rajt, këshur futbol në regull është pa Qaq? Kështu që mirë është që shkolla është në pushim për këtë fëmijët që duhen me këshyrë, edhe mirë është me këshyrë futbol në krahasim me so budallakia tjetër del në ekran. Faleminderit tani. Ishte knaçi. Shkues të nderuar, thash, është tema e krejt temave të kryetemave të këtij viti, edhe është një prej atyre temave që është mirë, që ka njerë këtë njerëzimi merren me një temë edhe me një ngjarje, kushdo që pak më shumë kohë i merr futbolli, që të veri ja vlen, sidomos në krahasim atë botënorën e fundit që ishte dimnit, kështu që gjërat po kthehen në një farë bioritmi normal, pa çka që me numër shumë më të madh të ekipeve edhe me një format që deri stash parashikimet janë që s'është bashkë më i miri në botë. Shihemi në episodin e ardhshëm.